është ndarja më e keqe territoriale që mund të bëj për Delvinën. Do me thënë, si kur të doje ta bëje më keq nuk e bëje dot. Delvina është katandisur shumë keq me një territor shumë të vogël dhe janë hequr shumë pjesë që historikisht kanë qenë të saj. Ndarja territoriale që u bën në vitin 2015, Delvinën, me të thënë fjalën shqip, e masakroi. Delvinës janë hequr pjesë të mëdha të territorit që kanë qenë me biznese, ku jeta dhe kishte gjallëri. Janë dy komuna, komuna e Finikit dhe komuna e Mesopotamit. Ndarja territoriale, si që tregoi eksperienca e deri tanishme, ka qenë nxittuar. Nuk është marrë në konsiderat mendimi i komunitetit dhe ka krijuar shumë probleme sociale. Është një shqetësim madhor një sidomos për qytetin e Delvinës, për sa i përket ndarjes territoriale. Kjo solli shqetësime shumë të mëdha për qytetin e Delvinës, duke larguar dhe institucione nga qyteti i Delvinës dhe shpopullimin masiv të njerëzve nga qyteti i Delvinës.